Rrjedha e lumit Vjosa, me hijeshin, freskinë dhe adrenalinën që të ofron, ka bërë që këtë vit të fillojnë më shpejt rezervimet për sportet ujore. Këto e pohon Julian Elezi, operator turizmi, i cili thekson se ka nisur lundrimet e para në ujërat e Vjosës. Kemi filluar tani me rafting, por jemi në fazat e para, pasi edhe ujit është i ftohtë. Kemi filluar me fazat e para që grupet të caktuara individuale, por edhe me agjensit, që mund të bëjnë rafting në lumin e Vjosës. 15 prilli fillon turet, agjensit që kanë të kërkuara për realizimin e rafting në lumin e Vjosës. Pothuajse çdo agjensi turistike ka të përfshirë në paketat e saj ture me rafting. Tashmë të gjitha, gati 70% e agjencisë janë të interesuara për të futur paketën e raftit në lumin e Vjosa, pasi e bën edhe më konkurrues për gjithë Shqipërinë, është diçka e re që mund të bëhet në lumin e Vjosa dhe turistat e kanë shijuar shumë adrenalinë dhe bukurinë e zonës. Sigurisht edhe të qenit e park kombëtar e lumit Vjosa. Këto 2 vite e fundit ka qenë rafting, një ndër atraksionet turistike që kanë kërkuar më shumë turistat. Pasi bën 3 orë që zgjat rafting, ata dhe mund të shijojnë dhe urët e të bëjnë, mund të bëjnë aktivitete të tjera, por agjensitë më tepër kërkojnë për rafting në lumin e Vjosës. Rafting, ky sport ujor, po pëlqet gjithnjë më shumë nga vendasit dhe të huajt, duke e bërë Vjosën një destinacion tërheqës për adhuruesit e aventurave në natyrë.